Andaj njëri prej priftëve të cilët e kishin pranuar islamin, çfarë tha? Tha, kur të bëhesh musliman, e gjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e hubi Isain alayhi salatu wassalam. Nga se në fen ton me mohu Isain, asi me mohu Muhamedit sa del feje. Thot Allahu xhelle xhelalu në surën Al-Baqara, وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Thot Allahu xhelle xhelalu, thuni o ju musliman, na i besojna kit pejgamber dhe i ka rënit Allahu merrem prej te Ibrahimi, pastaj e ka theksu, ka thënë dhe çka i ka zbrit Musait dhe Isait. Na i besojna kit pejgamberve, nuk dajna mes tyre. Çdo musliman me thonë si besoj Isait del pi feje, si me thonë si besoj Muhamedit alayhi salatu wassalam. A dhe çka ki me emitu e tjetë